Klodi vendos të përballet me Elionën dhe të shprehë ndjenjat e tij me një sinqeritet të prerë, edhe pse fjalët e tij janë të ashpra. Ai fillon bisedën me një ton të vendosur, pa hezitim, duke i thënë Elionës qartë dhe drejt për drejt se nuk e do atë dhe se ndjenjat e tij janë të përqendruara vetëm te Benita. Fjalët e Klodit bien rënd në dhomë, duke krijuar një tension të menjëhershëm dhe dramatik. Ai akuzon Elionën se është një person falltho dhe i kodë, duke i treguar se nuk e sheh atë si dikë me vlerë apo rëndësi brenda shtëpisë. Çdo fjalë e thënë duket e menduar për të shkatëruar çdo iluzion që Eliona mund të kishte për marrëdhënien e tyre. Eliona përpiqet të reagojë, por shikimi i Klodit është i ftohtë dhe vendimtar. Ai nuk lë asnjë hapësirë për diskutim dhe nuk pranon asnjë justifikim. Fjalët e tij janë të drejtë për drejta, ti nuk bën për gjë. Ky koment e godet Elionën në thelb dhe krijon një tension emocional që e bën situatën të ndjerë dhe dramatike për disa minuta rresht. Ndërsa Klodi vazhdon të flasë, ai thekson se zgjedhja e tij është e prerë dhe se ndjenjat e tij janë të sinqerta vetëm për Benitën. Ai i tregon Elionës se çdo përpjekje e saj për të fituar afeksionin e tij është e kodë dhe se nuk ka shanse që ai të ndryshojë mendje. Çdo fjalë e tij është e fuqishme dhe e ngarkuar me emocion, duke i bërë të gjithë banorët e tjerë të ndihen të përfshirë në tensionin e momentit. Eliona nuk mund ta fshehë zhgënjimin dhe mllëfin që ndjen. Ajo përjeton një kombinim emocionesh, ndjen tradhti, refuzim dhe një ndjenjë të thellë të padrejtësisë. Lotët e saj janë të dukshëm ndërsa përpiqet të përballojë atë që sapo ka dëgjuar. Banorët e tjerë e shikojnë me vëmendje, disa përpiqen të ndërhyjnë, ndërsa të tjerët qëndrojnë mënjan, duke ndjerë dramatikën e situatës. Atmosfera brenda dhomës bëhet gjithnjë e më e ngarkuar emocionalisht. Çdo pauzë, çdo shikim dhe çdo frymëmarrje e Klodit dhe Elionës thekson tensionin midis tyre. Fjalët e tij, ashpërsia dhe vën. Dosmëria e bëjnë momentin të ndjerë dhe të paharrueshëm, duke treguar qartë se marrëdhëniet brenda shtëpisë mund të jenë shumë komplekse dhe të ndërlikuara. Debati vazhdon për disa minuta, me Klodin që përsërit disa herë se zgjedhja e tij është e prerë dhe se ndjenjat e tij janë vetëm për Benitën, ndërsa Eliona përpiqet të kuptojë dhe përballojë atë që sapo ka ndodhur. Ky është një moment që nuk është thjesht një përplasje verbale, por një pikë kthese emocionale dhe dramatike që do të ndikojë në dinamikën e shtëpisë për ditët në vazhdim. Në fund, mesazhi i Klodit është i qartë dhe i pakthyeshëm. Ai nuk ka asnjë ndjenjë për Elionën, zgjedh Benitën dhe nuk do të ndryshojë mendje. Ky moment krijon një tension të madh emocional dhe mbetet i paharrueshëm për të gjithë banorët dhe shikuesit. Eliona vendos të përballet me Benitën për një situatë që e ka acaruar prej kohësh. Ajo afrohet dhe nis të flasë me një ton të prerë dhe emocional, duke mos kursyer asnjë ndjenjë të saj. Që nga fillimi, fjalët e saj janë të drejtë për drejta dhe të vendosura, duke bërë të qartë se nuk ka ndërmend të tërhiqet. Eliona fillon duke i thënë Benitës se ajo është një person i ligë dhe i keq. Ajo thekson se nuk është hera e parë që Benita sillet në këtë mënyrë dhe se veprimet e saj nuk janë të drejta. Fjalët e saj bien rënd në dhomë, duke krijuar një tension të menjëhershëm dhe dramatik që ndjehet nga të gjithë banorët. Ndërsa vazhdon debatin, Eliona i shpjegon se ndihet e lënduar dhe e zhgënjur nga qëndrimet dhe veprimet e Benitës. Ajo i thotë se Benita nuk bën për asgjë, duke e quajtur atë një person kod dhe pa vlerë në situata të rëndësishme. Çdo fjalë e thënë është e mbushur me mllef dhe zhgënjim, duke treguar qartë që emocionet e saj janë të forta dhe të pakontrollueshme. Benita përpiqet të reagojë, por shikimi i Elionës është i ashpër dhe vendimtar. Ajo nuk lë hapësirë për diskutim dhe nuk pranon asnjë justifikim. Eliona përsërit disa herë se ata nuk janë mirë dhe se marrëdhëniet brenda shtëpisë nuk mund të funksionojnë kështu. Fjalët e saj janë të fuqishme dhe dramatike, duke bërë që çdo banor tjetër të ndjejë tensionin e situatës. Gjatë debatit, Eliona nuk ndalet. Ajo i tregon Benitës se çdo përpjekje për të ndrejtur situatën është e kodë dhe se ajo nuk mund të ndërtojë asgjë me dikë që sillet në mënyrë kaq të keqe. Ndërsa fjalët e saj rrjedhin, ajo përshkruan qartë se si ndjenjat e saj janë të lënduara dhe se çdo veprim i Benitës duket si një tradhti ose një veprim i pavlerë. Debati vazhdon për disa minuta, duke u bërë gjithnjë më i tensionuar dhe emocional. Atmosfera brenda dhomës është e ngarkuar me mllef dhe zhgënjim, dhe çdo fjalë e Elionës e bën momentin të ndjerë dhe dramatik. Shikimet, heshtjet dhe veprimet e vogla e bëjnë situatën të duket edhe më intensive. Në fund, mesazhi i Elionës është i qartë dhe i prerë.
ajo nuk mund të ndjejë asgjë pozitive për Benitën dhe nuk do të lejojë që veprimet e saj të ndikojnë më në emocionet e saj. Ky moment nuk është thjesht një përplasje verbale, por një pikë kthese emocionale që do të ndikojë në marrëdhëniet dhe dinamikën brenda shtëpisë për ditët në vazhdim. Atmosfera mbetet e tensionuar dhe dramatike, duke treguar se brenda Big Brother, emocionet dhe marrëdhëniet mund të jenë jashtëzakonisht komplekse dhe të ndërlikuara. Ky debat bëhet një nga momentet më të forta dhe më të diskutueshme të episodit, duke lënë shenjë të dukshme tek të gjithë banorët dhe shikuesit. Eliona vendos të përballet me Claudine për situatën që e ka lënduar dhe e ka acaruar për shumë kohë. Ajo afrohet dhe nis një debat të hapur, duke mos e kursyer asnjë ndjenjë të saj. Me një ton të prerë dhe të vendosur, ajo i thot Claudit se ndihet e përdorur dhe e mashtruar. Sytë e saj janë të mbushur me mlef dhe zhgënjim, ndërsa çdo fjalë që thot bie rënd në ajrin e dhomës. Eliona e akuzon Claudin për të mos qenë i sinqert dhe për të ecur sipas interesave të tij. Ajo i thot se ai e ka përdorur për lojë, për të provuar emocionet dhe reagimet e saj, dhe se nuk ka pasur asnjë ndjenjë të vërtetë për të. Çdo fjalë e saj është e mbushur me dhimbje dhe mlef, duke bërë që atmosfera të bëhet menjëherë e ngarkuar dhe dramatike. Ndërsa flet, Eliona nuk mund të fshehë zhgënjimin që ndjen ndaj Claudit. Ajo i thot se ndjehet e refuzuar dhe e lën mënjan tani që ai është fokusuar te Benita. Ky fakt e bën atë të ndihet e poshtëruar dhe e përdorur, duke shpërthyer emocione të forta që nuk mund t'i mbajë më brenda. Shprehjet e fytyrës së saj, zëri dhe mënyra se si lëviz, tregojnë qartë se është duke përjetuar një stujë emocionale të plotë. Claudit i bën përshtypje ashpërsia dhe vendosmëria e Elionës. Ai përpiqet të reagojë, por çdo shpjegim duket i pamjaftueshëm për të zbutur ndjenjat e saj. Ndërkohë, banorët e tjerë ndjekin me vëmendje debatin, disa duke u përpjekur të ndërhyjnë, të tjerët duke qëndruar mënjan dhe duke ndjerë tensionin e madh që mbulon dhomën. Eliona nuk ndalon. Ajo i tregon Claudit se ndjenjat e saj ishin të sinqerta dhe se e kaluara mes tyre nuk ka të bëjë me lojë, por me një lidhje emocionale që ajo mendonte se kishte vlerë. Ajo thekson se tani ndihet e lënë dhe e refuzuar, dhe se sjellja e tij e fundit e ka bërë gjithçka edhe më të dhimbshme. Debati zgjat për disa minuta, duke u bërë gjithnjë e më i tensionuar. Çdo fjalë, çdo shikim dhe çdo pauzë, ndërsa Eliona flet, e bëjnë momentin të ndjerë dhe emocional. Tensioni rritet ndërkohë që ajo përpiqet të bëjë të qartë se si e ka ndjerë veten dhe sa shumë është dëmtuar nga refuzimi dhe shmangia e Claudit. Në fund, mesazhi i saj është i qartë dhe i prerë. Ajo nuk është e lumtur që është përdorur si lojë dhe nuk mund të pranojë të refuzohet për dikë tjetër. Ky debat nuk është thjesht një përplasje momentale, por një pikë kthese emocionale që do të ndikojë në marrëdhëniet brenda shtëpisë dhe në mënyrën se si banorët e tjerë perceptojnë Claudin dhe Elionën. Atmosfera mbetet e ngarkuar, me tension të dukshëm dhe emocione që nuk shuhen lehtë. Ky moment bëhet një nga episodet më të diskutueshme dhe dramatike, duke treguar qartë se brenda shtëpisë së Big Brother, ndjenjat dhe marrëdhëniet mund të jenë shumë të komplikuara dhe të ndërlikuara. Limi afrohet Dolces në një moment që nuk kalon pa u vënë re nga banorët e tjerë. Pa shumë fjalë, ai e përqafon, duke e afruar pranë vetes dhe me një ton të sigurt e të drejtë për drejtë i thotë: "Hajde afër këtu, të puth një herë lëre Albën, se nuk e dua atë." Fjalët e tij bien rënd në ajër dhe krijojnë menjëherë reagime të ndryshme rreth e rrotull. Dolce qëndron pranë Limit e qetë, ndërsa përqafimi i tij duket i qëllimshëm dhe i menduar. Limi vazhdon të sillet me vetbesim, duke treguar hapur se zgjedhja e tij është Dolce dhe jo Alba. Ky veprim nuk është thjesht një moment afrimi, por një deklaratë e hapur që sjell tension dhe komente të pashprehura mes banorëve. Banorët e tjerë i ndjekin lëvizjet e tyre me vëmendje. Disa shikojnë me habi, disa me mosbesim, ndërsa të tjerë e kuptojnë se ky veprim i Limit është një mesazh i qartë për gjithë shtëpinë. Ai e mban Dolcen pranë, flet me tone të qeta, por të vendosura, dhe e bën të qartë se ndjenjat e tij nuk janë më të shpërndara, por të drejtuara vetëm nga ajo. Ndërkohë, emri i Albas përmendet dhe krijon një tension të padukshëm. Edhe pse ajo nuk është drejt për drejt e pranishme në moment, fjalët e Limit për të bëhen pjesë e bisedave dhe mendimeve të banorëve. Situata merr për masa emocionale, sepse të gjithë e dinë historinë e mëparshme dhe përplasjet që kanë ndodhur.
Limi vazhdon të qëndroj afër Dolces, duke treguar se ndihet rehat dhe i sigurt me të. Ai flet lirshëm, që është lehtë dhe sillet sikur ka marrë një vendim të prerë. Dolce e dëgjon dhe qëndron pranë tij, ndërsa momenti i afrimit mes tyre bëhet gjithnjë më i dukshëm. Ky episod zgjas në kohë dhe krijon një atmosferë të ngarkuar në shtëpi. Shikimet e banorëve, heshtjet e shkurtra dhe lëvizjet e vogla tregojnë se ky veprim i Limit nuk është i parëndësishëm. Ai përfaqëson një ndarje të qartë nga e kaluara dhe një afrim të fortë me Dolcen, duke lënë pas Albën. Situata vazhdon të përflitet edhe pas momentit të përqafimit. Banorët diskutojnë mes tyre, sec. Ili formon mendimin e vet, ndërsa Limi vazhdon të sillet i qetë dhe i vendosur. Ky moment mbetet një nga ato çaste që ndikojnë drejt për drejt në dinamikën e shtëpisë, duke sjellë tension, emocione dhe pritshmëri për atë që do të vijë më pas. Përqafimi dhe fjalët e Limit bëhen simbol i një zgjedhjeje të hapur, duke treguar se brenda shtëpisë së Big Brother, marrëdhëniet ndryshojnë shpejt dhe çdo veprim ka peshën e vet, atmosfera mbetet e ngarkuar dhe plot emocione, duke e bërë këtë një nga momentet më të komentuara dhe më domethënëse të ditës brenda shtëpisë. Limi ulet përballë Dolces në një moment që duket i qetë në pamje të parë, por që mbart shumë tension dhe domethënie. Ai fillon të flasë me një ton të prerë, pa hezitim, duke i bërë të qartë asaj se ndjenjat e tij janë të drejtuara vetëm në një drejtim. Limi i thot Dolces se nuk e do Albën dhe se ajo për të nuk ka më asnjë vlerë emocionale. Fjalët e tij dalin të ftohta dhe të drejtë për drejta, duke treguar se ai ka marrë një vendim të qartë. Ai vazhdon bisedën duke shpjeguar se, sipas tij, Alba është budallaqe dhe se nuk ia vlen të qëndrosh pranë një personi që nuk të kupton dhe nuk të përmbush. Limi shprehet se koha që ka kaluar me Albën ka qenë e kodë dhe se nuk e sheh veten më në asnjë formë pranë saj. Çdo fjali që thot duket sikur mbyll një kapitull dhe nuk lë hapësirë për rikthim. Dolce e dëgjon me vëmendje, pa e ndërprerë, ndërsa Limi vazhdon të theksojë se ajo është e vetmja që dëshiron pranë vetes. Ai i thot se me të ndihet mirë, se ndihet i kuptuar dhe se vetëm me Dolcen dëshiron të qëndrojë. Tonet e tij bëhen pak më të buta, por vendosmëria mbetet e njëjtë. Ai e përsërit disa herë se nuk i intereson më Alba dhe se ndjenjat e tij janë të fokusuara vetëm te Dolcia. Atmosfera gjatë kësaj bisede bëhet e ngarkuar emocionalisht. Edhe pse nuk ka zëra të lartë apo debate, fjalët e Limit kanë peshë dhe ndikim. Banorët e tjerë që ndodhen përreth e ndjejnë tensionin dhe e kuptojnë se kjo bisedë nuk është e zakonshme, por një deklaratë e fortë që mund të ndikojë në gjithë dinamikën e shtëpisë. Limi vazhdon të flasë për mënyrën se si e sheh të ardhmen e tij brenda shtëpisë, duke e përjashtuar plotësisht Albën nga çdo skenar. Ai thotë se nuk dëshiron drama, nuk dëshiron konfuzion dhe se ka zgjedhur rrugën e tij. Për të, Dolce është zgjedhja e vetme dhe këtë e thot pa frikë dhe pa u ndalur. Biseda zgjat për disa minuta, me Limin që vazhdon të theksojë vendimin e tij dhe Dolcen që e dëgjon në heshtje. Çdo pauzë, çdo shikim dhe çdo fjalë e thënë e bën momentin edhe më të rënd emocionalisht. Është e qartë se kjo nuk është thjesht një bisedë e zakonshme, por një pikë kthese në marrëdhëniet brenda shtëpisë. Ky moment mbetet i fortë dhe i ndjerë, sepse tregon hapur se si Limi e ka ndarë mendjen dhe se si ndjenjat e tij janë përqendruar vetëm te Dolcia. Fjalët e tij krijojnë tension, emocione dhe reagime të pashprehura, duke e bërë këtë një nga bisedat më domethënëse dhe më të komentuara brenda shtëpisë së Big Brother.